Do të mbetemi tek Ballkani. Si e shikoni, le të themi, të gjitha këto ndryshime që prodhoi ardhja apo rikthimi i Donald Trump si president i 47 i Shtetet Bashkuara të Amerikës? Si e vlerëson Klejt, çfarë ndikimi ka bazuar edhe nga disa dokumentet firmosura prej tij për sa i përket Ballkanit perëndimor, domethënë kryesisht, por edhe në lidhje me sigurinë kombëtare, me planin e sigurisë kombëtare që është shpallur. Shpresa e madhe në Ballkan ka qenë ajo e Serbisë për një lloj demobilizimi apo favorizimi të pozicioneve serbe në raport me Kosovën, sikurse që në presidencën e parë, pak në kanë qenë deklarative, apo një lloj influencë më të madhe të lobit serb në Washington për gjithmonë në funksion të pozitës serbe në Ballkan. Megjithatë, unë shoh që Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen të ruajnë një lloj statu quo-je. Pra të luajnë një gjendje pak a shumë të njëjtë, pa ndryshime të mëdha. Unë nuk jam shumë nuk më duket sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës do të influencojnë për një lloj rregullimi të Ballkanit mbi pikpamjet natyrës territoriale. Jo, kanë deklaruar dhe sepse vetëm gjë që do të ndryshonte balancën ose lojën do të ishte kjo. Edhe besoj që për momentin të paktën ndonjë rregullimi mundshëm në dëm as të Kosovës, po të Bosnjës më shumë e shoh shumë problematik. Do të hapeshin më shumë probleme se sa do të zgjidheshin. Dhe mendoj që të paktën Shtetet Bashkuara të Amerikës janë pozicionuar drejt statu quo-je. Mendoj që pritshmëritë e mëdha që kanë pasur në Serbi për një favorizim të madh në raport me Vučići i zhgënjur duket po dalin jo fort të nuk po materializohen fort, sepse kanë përshtypjen që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë më të prirura drejt ose të paktën administrata Trump është më e vendosur ose ka një vëmendje më të madhe drejt atyre faktorëve brenda Bashkimit Evropian që mund të jenë aleat të Shtetit Bashkuara të Amerikës, flas këtu për Hungarinë, se sa për një vend i cili ka një pozitë shumë ambige brenda Kosova Klet, shikon Kosovën? Po Kosovën nuk shoh në një situatë shumë të madhe përveç se një lloj qëndrimi, sepse dhe procesi i negocimit është i ngrirë tashmë, nuk është se ka në një ndryshim të madh. Bile po ta them këtë me siguri që edhe sikur gjë që nuk ka për të ndodhur, dhe sikur të vijë një opozita në pushtet në Kosovë dhe nuk besoj që do të ketë as forcën as vullnetin që të pranoj kërkesat cilat duken qartë që janë kërkesa serbe. Tashmë ai momenti i madh i presionit që është bërë Kosovës duket se po tej kalohet, paktën me çfarë ka ndodhur me lajmet që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian për çështjen e masave kështu me radhë, për mos bllokimin e blerje, fjala vjen e presioneve. Kosova pak ditë më parë ka finalizuar blerjen e armatimeve nga Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Janë armatime relativisht serioze. Kështu që deri për momentin po shoh një lloj forcimi të shtetësisë së Kosovës, kapacitetit përgjigjes, forcave të armatosura, që nuk besoj që e bën Kosovën një lloj kandidati për të vënë në tavolinën e bisedimeve. Midis Rusisë edhe Shtetet Bashkuara. Serbia në këtë moment që flasim ka luajtur një lojë vendosje mes dy krahëve, po me sa duket tash është momenti që duhet zgjedh. Opsioni i Rusisë është shumë i largët. Endri, si e shikon, si do të projektohet i gjithë ky kaos gjeopolitik, le të themi, si do të reflektohet në zonën e Ballkanit perëndimor në një kohë ku thash kemi dy dokumente të rëndësishme që kanë ardhur nga Washingtoni dhe Departamenti i Shtetit? Ato dokumentet janë, po pikpyetja është kush është strategjia e madhe për Evropën dhe veçanti për Ballkanin perëndimor, se nëse strategjia e madhe është që të largohesh nga NATO, çfarë do ndodhi me KFOR-in pastaj? Pra, nëse strategjia e madhe amerikane është të largohet çdo lloj trupe amerikane nga Evropa, kush do jetë fati i kontingjentit amerikan në Kosovë?
që është Pra ti po thua në atë pikturën e madhe nëse po shkojmë drejt shkatërimit të NATO-s. Pikpyetja e madhe është çfarë do ndodh me kontingjentin e NATO-s në Kosovë. Kuptohet, qofse Evropa, pra në këtë rast, zgjidhja që kanë propozuar amerikanët është që Evropa të marrë përgjegjësitë e veta. Pra, ajo strukturë komanduese, që thash, e Shtetet Bashkuara të Amerikës të kalojë e gjitha në një strukturë komanduese europiane, që do të thotë duhet Evropa të rrisi, po themi, kontingjentin e vet në Kosovë, në momentin që largohet kontingjenti amerikan. Kjo është ajo që është piktura e madhe që mund të përkthehet në rastin e Kosovës, që mund të largohen, po themi, Shtetet Bashkuara, por mund të jetë Evropa e cila do futet aty dhe do marrë përgjegjësitë e veta për Kosovën. Kuptohet? Mund të largohen Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Kosova, po thua? Largohen nga Evropa, nuk është nevojë. Kosova nuk është. Largohen nga Europa, po në Kosovë mbeten sepse pse? Sepse America First nuk është se le të themi vendimi që apo strategjia që ka shpallur Donald Trump nuk është se ka fokus, po themi blloqe gjeostrategjike të mëdha, po mund të jetë Kosova një pikë kyçe ku ata mund të investohen dhe nuk largohen no matter what. Si do shkojnë në Kosovë trupet amerikane? Si trupa amerikane? Nëpërmjet kujt? Si trupa amerikane? Kosova është një vend i vogël, Kosova është sa 1/3 e Shqipërisë. Sa 1/3 e Shqipërisë. Që ne jemi të vegjël, Kosova është akoma dhe më e vogël. Dhe është një vend i mbyllur në të gjitha anët. Në momentin kur dhe nuk është ka atë rëndësi gjeostrategjike për amerikanët, siç mund të kenë bazat në Gjermani, bazat në Rumani, që komandon detin e Zi, edhe në Bullgari, siç mund të kenë bazat në Greqi, që komandon Mesdheun, baza në Itali, që shkon në pjesa tjetër e Mesdheut, apo bazat që janë në zonën sipër, po themi në afër Arktikut, që kanë në zonën skandinave. Pra, Kosova në vetvete nuk është se ka ndonjë pozicion strategjik, nuk ka as sipërfaqe, nuk ofron asgjë nga ana strategjike e Shtetit Bashkuar të Amerikës që nuk ja ofrojnë këto baza tjera amerikane në Evropë. Dhe në momentin kur të rriqen në këto baza, pikpyetja është çfarë do ndodhi me kontingjentin amerikan në Kosovë. Tani, po vetëm problemi është ta japi dhe Kledi një mendim se 1 minutë kohë kam. Jo, desha të thoj këtë pjesën tjetër. Pastaj është angazhimi tjetër që ka të bëjë angazhimi me luftën ndaj korrupsionit. Mirë, tjetër gjë kjo. Sepse duket sikur ka dy qëndrime. Jo, po dalin se doja të thoj këtë. Duket sikur ka dy qëndrime të cilat nuk përputhen ndajsh me njëra tjetrën. Pra, një çangazhim nga Evropa, çangazhim nga NATO. Po, nga krau tjetër, duket sikur kemi një angazhim SBA janë çangazhuar edhe nga lindja e mesme, po ama për Izraelin janë të investuar dhe janë garanci. Investimet në Izrael ka qenë gjithmonë, po duket sikur ka një mos përputhje në politikën e jashtme amerikane, sepse mesazhi që është për korrupsionin, pra që kaloi para disa ditë në dhjetor, kaloi në përpara, pra mesazhi që kaloi në ligj për po themi akt presidencial u firmos nga presidenti dhe duket sikur ka një angazhim të vazhdueshëm në Ballkanin Perëndimor kundër korrupsionit, kundër këtyre problemeve demokracisë e tjera. Nga krau tjetër ke çangazhim nga Evropa dhe duket sikur këto të dyja nuk përputhen ndaj në një strategji të madhe. Po shikoj që do një koment, po vetëm fare shkurt se të një ditë në rast se Kosova nuk bëhet, edhe nëse Kosova do bëhesh pjesë e NATO-s, mund mos kishte prezencë fare forcash amerikane. Një ditë të bukur forcat amerikane mund të dalin nga Kosova, nuk do të jenë aty në formë permanente. Kështu që ajo që është e rëndësishme besoj është që duhet të përgatitesh për opsionin tjetër, si do të jetë opsioni tjetër. Në anën tjetër pastaj duke qenë se të paktën opsioni tjetër mos është një bashkim kombëtar, bashkim kombëtar është një moment shumë, do të jetë një moment shumë specifik ajo. Nëse largohet NATO. Jo, është një moment shumë specifik. Ajo që perceptohet nga pozicioni amerikan është ky. Ruajtja e pozicioneve ashtu që janë. Sepse nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk japin një opsion për kërkesat serbe në Bosnjë, e lëm Kosovën, por kërkesat serbe në Bosnjë. Atëherë unë nuk besoj që do të ketë ndryshime të mëdha dhe nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ofrojnë hapësira negocimi, kjo do të thotë që do të ofrojnë një farë mënyre një lloj parimi sigurie. Nëse këto do ta bëjë Evropa,
apo do të jenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo është çështje që është diskutueshme